Tani, kë një pyetje tjetër ka mund që unë e kam edhe dhe tjetër këtu, kam marrë përgjigje, po dhe s'kam marrë. Tani do bëhen zgjedhjet. Tani, PD-ja ka kontestuar zgjedhjet e 11 majit fort. Thotë ato janë një farsë dhe një manipulim total. Dhe do vejnë në zgjedhje në Bashkinë e Tiranës. Si kupton tani ju këtë? Kuptoni që shët, ti që kupton nga kjo? Qapi ke Kasapi, për mua nuk do të shkoj në zgjedhje PD. S'ka pse, se këta kanë këta hallin që jo humbim këshilltarët, jo humbim kështu, këta herë s'ka këshilltar. Pse do shkoj në zgjedhje për i vite gjysmë? Ju si mendoni? Për zbajtjen... Duhet të, për mendimin tim, është absolutet detyrueshme që të merret pjesë në zgjedhje dhe të sido që tjetë, sepse ne dim shumë mirë që Belinda Balluku në krye të fushatës Partisë Socialiste në Tiranë e kuptojmë se çdo ndodhi me Kopen, që kur shef se kush është bariu, por unë jam kundër bojkotit dhe shoh si në qoftë se ka sot një ngjarje që ka prodhuar pasojën më të fortë politike në historinë 30 vjeçare të politikës postkomuniste në Shqipëri është pikërisht bojkotimi i zgjedhjeve. Dhe jo më tepër lënia e mandateve të deputetëve se sa bojkotimi i zgjedhjeve lokale në Ore nuk po gjejnë dot edhe Ai është e tmerrshme. Nuk po gjejnë dot kandidat. Ti humb, po ti shkosh. Për shembull, opozita ka detyrim të shkojë, nuk diskutohet. Asnjë kandidat, po si të gjejnë kandidat më valla? Edhe unë t'jem. Ata që mendojnë kanë diçka për të humbur nuk hyjnë. Kur e di që do m'vjedhin, do m'masakrojnë, për çfarë të shkoj më? Se ata di të kem shpresën minimale që do ketë një garë deri diku të pranueshme, hajde futem, dhe po humba, testoj veten. Po këtu nuk ka garë, o njerëz. Për çfarë të futem në gjë, është tallesh me vetveten më. E mbani mend ata amerikani që sollën Neymar, fitoi Beleri shkret, ai Beleri zi që kishte shkuar. Sollën një burr që s'kishte asnjë hije. E shaluan. Kjo do ndodhi prapë se s'ka zgjedhje. Ata let futen po duan. Po ta them unë rezultatin që tani. Po ndoshta ky është humbje thellë. Bushat, shiko, jemi okay, po t'i bien vetëm kësaj dajre, kësaj daulle. Jo, daulle. Po them në mënyrë figurative. Po t'i bien vetëm kësaj, po duket nuk është vetëm kaq. Po kush? Është një krizë kjo, nëse ti krizë e madhe e opozitës. Nëse ti po si që nuk është diçka. Opozita diun pse s'do ty. Edhe për atë që more ti kur shkuan zgjedhje me Veliajn, e more Belindin e Gjorë këtu, s'kishte leje të përmendte as oligark. Qoftë dhe për këtë lemosyn fare. Por problemi është sado jo moralisht e denjë tjetë kjo opozit. Kemi këtë problem. E zëm nuk është PD-ja mo. O vlla, do hy ish partia e Panos, do hy Arlind Qori, do i dali para Tom Doshi, s'po i marrë 2 të mëdhajat. Pse do i dali para Tom Doshi? Se nuk ka zgjedhje, o njerëz duhet t'i thrisni mendje. Ai që furnizohet nga parate tendera, nga para publike, ai do fitoj. E di që duke marrë... Pra dhe gara midis të vegjëlve do e marri prap ai që furnizohet me parate vjedhurat shqiptarve. Nuk do e marri Arlind Qori, ose Endri Shabani, ose Adriatik Llapaj. Harroheni më vlla se po jemi në teatër absurd. Bëjmë sikur demokraci, ka zgjedhje, votat numërohen, njeri nuk blen, njeri nuk shet, njeri nuk përdor bandat. Edhe ne komentojmë normalitetin. Shko, se po duhet besoj domethënë që nëse këto që thot Bushati janë të vërteta, pra që jo, më të shne. Jo, prit, nëse s'ka zgjedhje se ato viden në këtë përmas, atëre o Berisha që përfaqëson opozitën mjerisht, opozitën më të fortë legale, nuk i di këto argumenta, nuk të beson ty, ose Berisha është i kapur. Por ripë gasën e vetë me i kapur. Berisha merë pjesë në një proces që e legjitimon. Po, vjedhje. Atë bën gabim. Ai beson ty. Berisha pra ai s'ka optikën tënde. Natyrisht, se kallën e ngastrës vetë më valla. Po jo, si do më besoj Berisha mua. Do që të pranosh, ti nuk do që të lodhesh, të mendosh, ose që ta pranosh të ashtë të më ndryshëm që këtu ka manipulim.
Dhe është një shkallë caktuar ta zënë është 5% ose është 10%. Po nuk është një manipulim i cili mund të përcaktoj, mund ndryshoj vullnetin e popullit për rotacion. Ti mendon që këtu... Ore, a e ndryshoj një marë, po e keme fakte... Atëherë do t'ikim që të gjithë nga Shqipëria, se s'ka... Ore, keme fakt, a e ndryshoj një marë? A çdo vend ku del ai duhet të arritet. Nuk do me thënë asgjë. Ti nuk do për shembull të pranosh kur unë t'jap shembull të Turqisë, kur t'jap shembull Malit Zi, po dosh edhe të Serbisit, po ndodh, mund të ndodh rotacion. Ç'a ndodhi? Ju thua Shqipërisë do ndodhi, atë. Ç'a ndodhi Serbisë? S'ka. Unë Novi Sadën. Është Unë Novi Sadën. Jo, po themi me që jemi në kontekst më, sepse kjo është Bushat, tani, unë jam dakord në gjithë analizën, sepse bit dakord me argumente që ti përdo. A ishi super diktator, për shembull, Bushat, Vučići, se e sollën mirë këtë. Po ishte Gjukanovići. Ishte Gjukanovići. Ishte, se iku ai. Iku vetë. Ja, si ku vetë, rëzuan. Po rëzuan. Sa djelë mosha pas 30 vjetësh pushtet. Po të rëzove pas 20 vjetësh, varja pasaj. Ç'ke rëzuar? Shiko. Rëzuar ropingat. Tani, problemi është, a ishi një diktator i madh. Dhe tani a ishi një bezdi belat madhe. Sepse janë ngritur njerëzit. Nga opozita. Se ka nga opozita fare, opozita se ekziston atje, studentët. Njërën 30, njërën 50, njërën 20, popujt ngrihen. Ja, studentët. Popujt ngrihen her pas here. Ne po flasim, unë them të Shqipëri, nuk e di, ndoshta pas 100 vjetësh, kjo do ndodhi, se Rama me centralizimin e pushtetit një dorë, po e çon vendin në përplasje civile. Rama nuk i ka lënë mundësi Shqipërisë të çfryhet më përmes zgjedhjeve. Nuk e di do ndodhi sot, a do ndodhi mas 20 vjetësh. Por këtu çfryrja demokratike që ndodh përmes zgjedhjeve këtu ka vdekur, është vrarë. Me gjithë spakra, me gjykatra kushtetuese, me ambasadra, me këta që i bien fyllit të BE-s, histori suksesi e tjera tjera. Kjo është mbyllur. Se kur do ndodhi, si në Beograd, nuk e di, mund ndodhi nesër, mund ndodhi mas 20 vjetësh. Pa jo është rruga e vetme. Zgjedhjet e pjesshme zakonisht janë një lloj gracke për opozitën gjithmonë. Shumë rrallë. Dhe sidomos pas zgjedhjeve përgjithshme që i ka fituar thellë ata. Pra nga kjo pikpamje, do të thënë, duket rezultati që është gjithnjë shkruar. Jo vetëm kësaj radhe, po thuajse gjithmonë. Nuk ka motiv që... Dhe qartë që ka ndodhë gjithmonë, dhe ndoshta ndodhë dhe në botë. Këtë, ka pas një Po, do përjashtim. fitoj PD-ja atëre. Zgjedhjet pjesë. Në 6 mars. Në zgjedhjet 6 mars fitoj PD-ja në Shkodër. Shkodër, Ktheu nga PS PD, 5-1, vëndë se s'ka, po them përgjithsi, 7. Kjo është një vend që na ndihmon për analizën. Po të nisësh nga statistika dhe historia, opozita s'do hynte kurrë në zgjedhjet të pjesshme, sepse i konsideron të humbur. Po opozita futet në zgjedhje, jo vetë futet në zgjedhje për shumë arsye. Dhe unë mendoj se do bënde një vetvrasje opozita që të mos u përgjigjë i garave, edhe duke menduar se ajo duhet mas një herë mundësin që të rritet vetë.